Një nga momentet më të ndjera të mbrëmjes në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 ka qenë darka mes Gjestit dhe Eglit, ku ata patën një bisedë të thellë për të sqaruar marrëdhënien e tyre të ndërlikuar. Gjesti i kërkoi ndjes Eglit për gabimet e tij dhe për lotët që ajo kishte derdhur për shkak të sjelljes së tij, duke e pranuar hapur se nuk ka qenë i drejtë, por se lidhja dhe energjia mes tyre ka qenë e veçantë. Ai e përshkroi Eglin si një krah mbështetjeje dhe një person me të cilin ka ndarë momentet më të sinqerta, të cilat nuk i ka përjetuar me askën tjetër në shtëpi. Më shumë se kam qeshur me ty, nuk kam qeshur me askën tjetër, e kam ndjerë energjinë, u shpreh Gjesti, ndërsa theksoi se e ka parë Eglin si dikë që meriton një partner të pjekur dhe të besueshëm. Darka përfundoi me një ndjesi reflektimi nga të dyja palët, ndërsa Gjesti pranoi se prezenca e Eglit i ka munguar gjatë kohës së qëndrimit në shtëpi dhe e falenderoi për mbështetjen që ajo i ka dhënë. Ky moment prekës sjell një kthes emocionale në dinamikën mes tyre dhe lë të hapur pyetjen: a do të rinisë një kapitull i ri mes Gjestit dhe Eglit?